Në këto hapësira numrit pa punë është i madh. Rastet sociale janë problem në vete, ndonse problem shqetësues për të gjithë ne paraqitet kategoria e fëmijëve dhe të rriturve me probleme të rënda shëndetësore. Një rast të kësaj natyre sot takuam në fshatin Pallatic, komuna e Zhelinës. Fjala është për familjen e Isen dhe Merem Isenit. Konkretisht ka të bëj me vajzën e tyre 20 muajshe, Amela Iseni, e cila ka probleme shumë shqetësuese me veshkat. Për të ndihmuar këtë fëmijë, sigurisht kërkohet një mbështetje shumë humane nga dashamir dhe nga shtresa e njerëzve që e kanë mundësinë e ndihmës. Për këtë rast, përcillni opinionin e babait të Amelës, Isen Iseni, i cili sqarohet për shqetësimet shumë shpirtërore të vajzës së tij. Këto për momentin mjetët që i konvenojnë për vajzën time ta majnë jetën. Që të japën shpresat në vajzën që të mbjetoje, në pikë pari dietën nuk e ka këtu të plotë. Që do të haja dietë. Mas andaj vënë e qumsht të gjebim për jashtë. Këtu nuk ka. Më kam bërë telefonatat të fondit ku se dë bëjnë diqka për herën e parë si dalën në televizion, që telefonat ka kanë e fundit e shtetit. Kush gjë kështë, a ka njërë shteti, a ka dikush tjetër u prezentu ku se njërë shteti a i fondit, nuk e diti që. Mëgjërësisht, për këtë rast, do të flasim në emisionin Sot kam nevojë ndihmo, emision që do të transmetohet ditën e shtunë në orën 20.